Mirë se vini në këtë episod special të stacionit startupeve, ku kemi të ftuar të ri nga diaspora. Më saktë kemi të ftuar Dan Çelaj, i cili është një sipërmarrës i suksesshëm, jo vetëm në Shqipëri, por tashmë dhe në Amerikë. Founder i Akademi.al, tashmë founder dhe i GoToTeacher, pra Forbes 30 Under 30 e të tjerë. Dan, mirë se erdhën në podcastin tonë. Përshëndetje Dirsa, shumë faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi Dan t'ju kemi sidomos në këtë episod, pasi le të themi fokusi është gjithmonë më tepër drejt diasporës, drejt kapitalit diasporës, jo vetëm kapitalit le të themi ekonomik, financiar, por dhe kapitalit se çfarë mund të sjellin mbrapsht në vendin e tyre. Ju jeni shembull i suksesit nëpërmjet le të themi sipërmarrjeve tuaja, jo vetëm me akademinë le të themi për gjatë kohës kur keni ndihmuar jo vetëm ministritë, por gjithë ekosistemin e arsimit në Shqipëri, por edhe në sipërmarrjet e tuaja të ardhshme. Unë dua ta nis pak me fillimin, me gjenezën se si nisi le të themi kjo dëshira për sipërmarrje, si nisi Akademi.al, si nisi nga ajo historia, paktën që kam dëgjuar nga një mesazh drejt ministres atëhershme të arsimit dhe tashmë drejt një platforme që le të themi arriti mbi 500.000 përdorus, nëse nuk gabon, rreth 90% e nxënësve. Si ishte i gjithë ai fillimi për ty ajo epokë? Po. Siç e kam fëmijët për shkakun që i pyesin për një çfarë do bëhesh kur të rritesh, unë mbaj mend gjithmonë që thoja businessman. Sepse vi nga një familje që dhe babin e kam businessman, se më thënë xhaxhain, edhe hallën, domethënë ka qenë një sipërmarrës, se ka pas një dyqan, kështu që ne gjithmonë kur flisnim të vegjël, unë dhe vëllezërit e mi, gjithmonë thoshim që do bëhemi sipërmarrës. Por unë në fakt u përpoqja të punoja në korporat, pasi u diplomova në Londër, punova për një kompani konsulence shumë të madhe që quhet Accenture. Edhe aty e kuptova fiks që nuk doja të merresha në të ngjisja shalla në korporatave, sepse nuk ishte për mua. Unë e pash ngjitjen e shkallës së korporatave si diçka që duhet gjithmonë t'i bësh shefin menaxherit, edhe unë nuk është se jam shumë i mirë në atë pikë, domethënë kam qejf të flas të drejtën siç është. Dhe shpesh herë për shembull për të mirën e projektit ndoshta edhe nuk e dëgjoja shumë fare as menaxherin time, kështu që aty e kuptova që nuk do doja të ngjisja shkallën e korporatës, doja të bëja një sipërmarrje dhe aty nisi domethënë. Ndava mendjen. Mendoj që ndarja e mendjes, kështu 100% është si më thënë gjysma punës, mbasi e ke ndarë mendjen dhe hidhesh drejt sipërmarrjes, e ke bërë si më thënë shumicën e punës already, kështu që doja të bëja diçka për arsimin, pasi unë kur shkova në Angli, shkova në moshë shumë të re, 15 vjeç, edhe ndjesha shumë e fat personalisht që kisha mundësinë të merrja një arsim kaq të shkëlqyer siç ishte edhe shkolla ime aty në Oxford për gjimnaz dhe më pas në Londër për universitet, dhe më gjeje shpesh duke folur për shembull dhe me shokët e mi, duke i thënë për shembull sa me fat ndihem që kam marrë këtë rrugën drejt arsimit, sepse si më thënë njerëzit mosha ime për shembull 15-16 vjeç nuk është se e morën atë fat. Dhe unë e pash çfarë diferencë bëri për mua si Dan personalisht, sepse më ndryshoi mentaliteti shumë, edhe kuptova domethënë që arsimi me vërtet ka atë potencialin për të ndryshuar komplet trajektorin e të ardhmes, edhe të jetës, sepse më mësoi dhe gjëra përveç njohurive të librave, më mësoi dhe skillsa që si kisha, për shembull komunikimi, e shumë të tjera. Kritik tjetër që është i famshëm në sistemin anglez. Edhe kam qenë që në moshë shumë të vogël që ja atriboja arsimit këtë gjë, domethënë sepse vija për shembull në verë, më thonë që ua sa ka ndryshuar Deane për shembull. Edhe thoya po, domethënë kam marrë një arsim shumë cilësor aty kur kam shkuar. Edhe e kisha këtë dëshirë që të bëja diçka në arsimin, ndjesha që ishin nga të pakta gjëra që kisha njohuri shumë të mira arsimi, se sa isha diplomuar, edhe kështu nisi, domethënë. Pra ishte një kombinim i asaj që ndarjes së mendjes, se në korporate pash që edhe njerëz me aftësi që unë i konsideroja më të ulta se të mia, unë isha shumë i mirë në Excel dhe PowerPoint, që janë hard skills, për shembull. Dhe njerëz që si kishin këto hard skills, vetëm se ishin për shembull komunikues më të mirë se mua, ecnin më shpejt aty, dhe unë thash që s'jam për këtë punë. Corporate politics pastaj. Po. Edhe kjo aty e ndava. Pastaj arsimi ishte shumë rastësor për mua. Thjesht nga që ishin nga të pakta gjëra që dija, plus e gjeja veten gjithmonë duke folur për arsimin dhe thash hajde më ta provojmë një arsimin, domethënë. Dhe pjesa Akademi.al pastaj lindi si pjesë e idesë edhe nevojës. Mos gabojmë të nisur para Covidit, kështu që nuk ka qenë totalisht le të themi si nevojë totale sistemi atëherë, por ishte diçka që vinte më përpara për nevojët e tregut.
Po, ka qenë një platformë shumë e famshme, Khan Academy, që unë e kopjova praktikisht iden. Po ta kisha filluar sot, nuk do zgjidhja këtë lloj metode për të krijuar një biznes, për shkakun që të shikoj çfarë ekziston në botë edhe të dua ta sjell në Shqipëri. Është një metodë që e bëjnë shumica e njerëzve, por ka dhe metoda më të mira. Pra dua të them që nuk është se kisha fare eksperiencë në sipërmarrje, por si më thën, isha ekzekutues i mirë. Pra e vendosa që dua të bëj një platformë ku mlidhen mësuesit më të mirë. Problemi që unë doja të zgjidhja është fakti që ne në Shqipëri nuk është se kemi mësues të mirë në çdo shkollë. Për shembull, po dikësh nga Tirana, sidomos në fshatra, bie edhe kualiteti mësimdhënies. Kështu që problemi që unë doja të zgjidhja ishte i thjeshtë. Merri mësuesit më të mirë kudo që janë, regjistroj edhe, si më thën, hidhi këto videot dhe materialet mësimore online dhe të paktën ai fëmijë që ka dëshirë të ecë përpara dhe nuk i gjen ato materialet e dhura në shkollë, të paktën t'i aksesoj online. Tani ti futemi teorisë të arsimit, domethënë, a është kjo një metodë e mirë për të mësuar po apo jo? Ndoshta jo për të gjithë, sepse ti je autodidakt, që të marrësh një libër e ta mësosh nga zero dhe ta mësosh atë librin është një aftësi që nuk e kanë shumë njerëz. Është një skill, domethënë ti je autodidakt. Unë mendova që të gjithë ishin autodidakt, që mund të hapen videot e të mësojnë. Ndoshta janë të gjithë, mund t'i futemi pak më vonë kësaj teme, por që këtë doja të bëja, edhe çfarë bëra unë është që shkova gjeta, si më thënë, me referencë kush ishte mësuesja më e mirë e biologjisë. Okej, në gjithë Republikën. Po, normalisht mësuesit e njohin njëri tjetrin, e din kush është nga më të mirët. Edhe kjo zonja, shumë grua e mirë, e kuptoi direkt vizionin tim, edhe ajo më lidhi me mësues shumë të mirë në çdo fushë. Pastaj më gjeti mësues të mirë në kimi, mësues të mirë matematik. Pra bëm një grup me mësues shumë të mirë. Edhe shkuam te Petronini, aty kishte një nga këto mësueset kontakte. Edhe ishte verë, kështu që edhe drejtoresha e Petronit na e la ti përdorim ambientin pa pagesë. Pra edhe kjo që më ka ndodhur shpesh, domethënë, kur i thurove për shkakun një ide që do ndihmojmë, pra kur blejnë vizionin që do bëjmë mësim, falas, kështu gjëra, edhe njerëzit direkt duan të ndihmojnë. Është nga këto industritë që do, si më thën, e bën edhe për të mirën e shoqërisë. Edhe për të mirën publike, domethënë. Kështu që drejtoresha e Petronit na la të përdorim ambientet, edhe investimi im ishte shumë i vogël, domethënë, disa kamera dhe siç jemi këtu me këto equipments, kishim kamera, mikrofon, edhe vinin mësuesit të regjistronin videon, edhe normalisht i hidhin video në YouTube. Kështu e filluam. Bëm një 900 video, edhe si më thënë një faqe shumë modeste, s'kishim fare për dërus, po kështu e nisëm, domethënë, thjesht me këtë vizionin edhe përmirësoj gjatë rrugës, pra se kjo është domethënë dhe ndasia e mendësisë që fillimisht krijoje dhe mos prit perfeksionizmin, le të themi në këtë rast, dhe perfeksionoje gjatë rrugës. Megjithatë, okay, fast forward, kalojnë disa vite, Akademi Pikal kishte goxha përdorues, normalisht u ofrua falas, që ishte një mirë publike, arriti që të, le të themi, të spikasi dhe në emrin tënd për të, le të themi, qenë pjesë e Forbes 30 Under 30 in Europe, që është një tjetër sukses i juaj, po normal edhe le të themi gjithë Shqipërisë në atë rast. Nga ky moment vendos që nëpërmjet një burse në Harvard, domethënë fillon edukimin e ri të masterit, po ndërkohë fillon dhe një startup tjetër në Amerikë, mos gaboj, që është GoTeacher. Tani thjesht për GoTeacherin dua të dim pak më tepër se si ishte e gjithë eksperjenca nga fillimi dhe në çfarë statusi është për momentin. Po, jo, GoTeacher është shumë interesante. Po e nisa, si më thënë, e lidha shumë me punën që kisha bërë në Shqipëri, domethënë, sepse tani në Shqipëri ne ishim, si më thënë, një platformë që u përdor gjatë pandemisë. Edhe nuk është se mbas pandemisë, si më thënë, e integruam dot në arsimin shqiptar. Edhe për shkak se ndoshta arsimi shqiptar nuk ishte gati, po edhe për faktin që neve, për shembull, nuk mund ta vërtetonim që platforma Akademi.al me vërtet mund të sjellë një përmirësim në arsim. Impaktin, domethënë. Po, nuk e llogarisnim dot, për shembull, nuk e llogarisnim dot edhe na kërkonin, domethënë na kërkonin partnerët tanë, për shembull, donatorët, UNICEF-i për shembull. Pra ishte një gjë që dhe në Shqipëri, edhe pse ne nuk kemi fare të zhvilluar me arsimin digjital, ishte një gjë që dhe ne e kuptuam. Ore, ky arsimi digjital a ka impakt apo është thjesht shifca video dhe ndoshta s'ka impakt fare. Kjo në fakt është një nga pyetjet që s'po i gjen njëri fare, domethënë,
përgjigjen as sot e kësaj dite në Amerikë. Okay. Kështu që kjo ishte shumë interesante që ne në Shqipëri për shembull kishim vetëm një platformë që u përdor, si më thënë, që të gjithë kontentin që u prodhua mbi 25.000 video në bashkëpunim me RTS-n, e hodhëm të gjithë kontentin në një platformë. Të gjithë fëmijët kishin akses në një platformë, edhe prapë ne nuk e gjenim dot a kishte impakt apo s'kishte impakt kjo platformë. Tani imagjino në Amerikë që ka 4.000 platforma. Pra në Amerikë janë rreth 4.000 platforma si Akademi.al. Kështu që kjo ishte, domethënë, data point i parë, domethënë, që unë vura re, që ore prit një herë, domethënë se ne se zgjidhim do të thënë në Shqipëri, kjo duhet të jetë një problem i madh dhe këtu në Amerikë. Po normalisht si një sipërmarrës pa shumë eksperiencë, sepse Akademi.al mua, si më thonë, unë dash falas Akademi.al. Nuk është se më mësoj shumë gjëra nga ana e sipërmarrjes. Më mësoj shumë fare nga ana e çështjeve operacionale edhe të inxhinierisë. Për shembull, unë mësova si të ngrej një platformë që mund të mbaj 500.000 veta njëkohësisht. Edhe mësova si mund të regjistrojmë 25.000 video me ndihmën e partnerëve, po unë isha një faktor shumë i madh që ne prodhuam 25.000 video. Edhe ti e di sa e vështirë është të prodhosh materiale content online, sepse si më thënë edhe ky podcasti është një, imagjino 25.000 të tilla. Pra, mësova një 2 skills, po nuk dia asnjë gjë nga biznesi. Edhe me thënë të drejtën të kesh aftësi në biznes është edhe nga pikat më të rëndësishme të një startupi, sepse po nuk bëre dot para, i bie që po bën OJF. Kështu që kjo ka qenë sfida ime më e madhe dhe që akoma e kam, si ta kthesh një sipërmarrje, sidomos në fushën e arsimit, që është një, si më thënë, një fushë me impakt shumë të madh social, po me modele biznesi shumë të komplikuara, si ta ngresh si biznes, që mos ta japësh falas edhe të kesh, si më thënë, një biznes që dhe të fitosh diçka në fund. Jo fiton një vit edhe pastaj ndoshta fiton vitin e dytë, varet si të interesoj donatorëve, domethënë. Kështu që kjo është një sfidë e rëndësishme që un kam ndërmarr këto vite, që të krijoj, si më thënë, një model biznesi që funksionon në fushën e arsimit. Tani fusha e arsimit është e veçantë sepse ke vetëm 2 modele biznesi. Modeli i parë është t'ia shesësh shtetit, sepse shkollat private janë shumë të vogla në krahasim me shkollat, pra ose do i shesësh shtetit ose do i shesësh prindërve. Këto janë 2 modelet që të ofron. Kështu që tani i kthehemi prapë ides time që kisha që unë doja të masja impaktin e arsimit digital në rezultatet e nxënësve, po hajde gjej model biznesi kësaj ideje, sepse si do të domethënë nuk është se ka një model biznesi fiks, sepse ka atë problemin për shembull e bëri pula vezën apo veza pulën. Pra ti thua që un po ti kisha të gjitha të dhënat, mund ta gjeja impaktin. Po për çfarë do t'i japë njerëzit të dhënat kur ti s'keça impaktin ti ofrosh? Kështu që aty filloi sfida që si mund ta kthejmë këtë vizion, sepse ngjan bukur si vizion, duhet të zgjidh një problem që s'e ka zgjidhur asnjëri, domethënë, kjo ishte qasja ime. Po hajde tani të gjejmë modelin e biznesit që mos ta bëjmë si një gjë që duhet të mbahet me OJF dhe me research. Edhe aty normalisht mund të shkosh te Gates Foundation, mund të shkosh te fondacione më të mëdha, ti thosh që shkoj un kam këtë vizionin. Dhe hajde ta bëjmë, po nuk është se ka një pandemi, sepse akademia që mori ka shumë sukses. Ishte edhe shkaku i pandemisë. Ishin fondet e pandemisë. Kështu që kjo është pak a shumë, mund të flasim më shumë drejt biznesi, modelit biznesit dhe si evolvoi ideja në këtë që është sot. Po kështu ishte nisja. Interesant është dhe fakti që sfida që hase me Akademi.al, që ishte pra donatorët që kërkonin na duhet impakti për të vazhduar me funding, u bë dhe gjeneza e startupit GoTeacher që tashmë mat impaktin në shkolla deri në vitin 12, mos gaboj, në Amerikë, dhe mënyrën e përdorimit të nxënësve, se si e përdorin. Por megjithatë startupi tani GoTeacher ishte një nga fituesit, le të themi, i Startup Albania Fund të qeverisë shqiptare në 2025-ën. Si u njohët, le të themi, me programin dhe çfarë ndikimi konkret pati në fazat e zhvillimit të kompanisë? Po tani ekosistemi i startupeve në Shqipëri është goxha i vogël. Domethënë ne i njohim njëri tjetrin, neve që kemi për shembull ka disa kompani për shembull dhe disa njerëz që ne edhe jemi rim bashkë ndonjëherë për shembull kur ka evente kështu që unë mora vesh shumë shpejt që jepen disa grante, po me thënë të drejtën nuk është se në fillim mendova që ishte diçka që do ndodhte ose domethënë isha pak skeptik në fillim. Sepse me thënë të drejtën në ato faza për shembull, GoTeacher ishte edhe me fat
që ne kishim rrezur dhe kapital të jashtëm. Kishim rrezur rreth kemi rrezur në total rreth 1.5 milion, po domethënë deri vjet kishim rrezur 1 milion. Kështu që unë e pash si një kapital ekstra që mund ta investonim. Normalisht isha në faza të vështirë sepse siç dhe thash në fillim, modeli i biznesit ka evolvuar 2-3 herë, kështu që ky granti në fakt ishte ura lidhse midis, si më thënë, fondit tim të parë që mora një 1 milion nga investitor privat, dhe pastaj këtij fondit të dytë që ngrita edhe gjysmë milion. Pra isha në një fazë pak si kritike, sepse kishim investuar rreth, si më thënë, kishim investuar një pjesë të madhe të fondit të parë që kishim ngritur dhe nuk është se kishim atë impaktin që do donim edhe si më thënë, kjo ura lidhse më ndihmoi shumë edhe normalisht. Kjo është nga e parë normalisht, financimi në vetvete është një ndihmë shumë e madhe për startupet. Edhe e dyta pastaj është që nëpërmjet eventeve kam njohur edhe njerëz që kanë bashkëpunuar në të ardhmen. Pra i kam njohur nëpër eventet e Startup Albania dhe pastaj kam marrë në punë. Edhe unë për shembull kur më pyesin në Amerikë, "Ore ti pse merr njerëz në punë nga Shqipëria?" Unë nuk i them për shembull se është më lirë, po i them që unë në Amerikë nuk do kisha kurrë akses te 1% i njerëzve më të aftë në Amerikë. Sepse këta njerëz do punojnë njëherë te Meta, te TikToku, do punojnë te gjithë kompanitë të mëdha. Pastaj mund të vinte radha për shembull të punojnë te GoTeacher. Pra unë, si më thënë, kur marr njerëz punë në Shqipëri nuk është se e marr për çështje page vetëm, por edhe te fakti që unë kam akses te 1% i njerëzve më të aftë. Edhe Startup Albania mendoj që ka krijuar një network ku vijnë shumë njerëz të aftë në fushën e teknologjisë. Ndoshta nuk vijnë të gjithë, s'po them që të gjithë ne që mblidhemi në këto evente jemi njerëz më të aftë. Por, si më thënë, unë kam njohur njerëz goxha të aftë nëpërmjet këtij networku dhe i kam marrë në punë. Që Dan, ti e ke parë ekosistemin, domethënë tashmë mos gaboj bën më shumë se 7 vite që nga 2019 kur ishte, le të themi, në fillimet e tij, dhe jo vetëm startupet, po edhe vetë ekosistemi i tyre në Shqipëri. Si e shikon tashmë çfarë nevojitet përmirësim të ketë jo vetëm në pjesën, le të themi, strategjike, qeveritare ose private, po edhe thjesht edhe në mentalitetin e njerëzve ose sipërmarrësve të cilat duan të jenë në Shqipëri, por edhe çfarë mund të marrin nga Amerika ose çfarë mund mos marrin nga Amerika, se ndoshta edhe kjo është pjesa që nuk ceket shpesh. Tani unë, si më thënë, flas vetëm për industrinë time, edhe ndoshta industritë e tjera, si më thënë, mund të jenë të ndryshme, po unë jam në një industri që unë i shes shtetit amerikan. Pra, si më thënë, unë mendoj, ndoshta jam pak bias sepse unë i shes gjithkohë shtetit, unë mendoj që shteti, kur i shet shtetit, është një buxhet, domethënë është një fond që e ndihmon të gjithë ekonominë. Pra, ndoshta njerëzit e tjerë nuk do ishin dakord me këtë gjë, po unë mendoj që sidomos si një startup që i shet shtetit, shteti luan një rol shumë të madh në suksesin e kompanisë time. Pra, gjëja që duhet të ndodhi për këto lloj startupesh është që shteti të ketë një qasje pak më të ndryshme kur prokuron, si më thënë, shërbime softwareike. Neve për shembull këtu i ndërtojmë vetë edhe, si më thënë, duam që të kemi ownership. Kjo ndodhe në Amerikë. Domethënë, edhe Amerika thotë që për shembull ka shumë institucione shtetërore që e ndërton, si më thënë, sistemin e saj vetë, edhe do të ketë ownership dhe të ketë IP në këtij sistemi, për arsye shumë të ndryshme. Por nuk është e vetmja mënyrë. Për shembull, ka dhe shumë institucione shtetërore në Amerikë që të blejnë ty licenca. Për shembull, ke Microsoft Teamin. Okej? Për shembull, ti nuk do shkosh ta ndërtosh vetë Microsoft Teamin nga e para. Thjesht kontakto Microsoftin dhe thumë duhen 1000 licenca dhe ja blen. Si Microsoft Teamsi, ndoshta shteti shqiptar e blen Microsoft Teamsin, nuk e di, po mund të konsideroj dhe të blej licenca nga ne startupe që janë më të vogla. Për shembull, nëse është një sistem që s'është kritik, si çfarë themu, për shembull, një sistem që bën data analytics ose sigurinë kombëtare, se non sigurinë kombëtare, çka. Po, ose nuk siguron sigurinë kombëtare, blija startupeve, sepse startupet, si më thën, granti ndihmon, por nuk si më thën, nuk do i ndihmoj përgjithmonë, sepse ato lekët mbarojnë. E normalisht që në Amerikë bëhet fjalë për shumë fonde më të madhe, po startupet ecin shumë me fonde, si më thën, që nuk i kanë të gjeneruar nëpërmjet xhiros kompanisë. Pra, marrin fonde, si në rastin e GoTeacher, ne kemi marrë dhe fonde private dhe donacion, si më thën. Por ne këto fonde gjithmonë mbarojnë. Neve i vetmja mënyrë që GoTeacher të kishte sukses është nëse shteti,
për shembull shkollat në Amerikë Shtetërore të fillojnë të na blinin ne. Më proaktive po. Kështu që ne japim grante, por ndoshta duhet të fillojmë dhe të blejmë disa shërbime direkt nga këto startupe, për shembull, hajde më ta provojmë këtë startupin, të blejmë 100 licenca për ministrinë e filan. Nuk kemi nevojë të blejmë nga Microsoft fare ose Meta ose këto kompanitë e mëdha. Thjesht jepin shans startupeve, blini licenca, kështu, por flas vetëm për industrinë që unë isha shtetit amerikan. Nuk është se kam experience në industri të tjera. Jo, në fakt dhe unë pajtohem me qasjen tënde dhe unë jam ides që shteti duhet më proaktiv në inovacion, mendoj që ka kaluar ajo koha që tregu shifet si konkurenca perfekte, dhe këto të tjera të shteti është vetëm për të rregulluar ose për ndërhyrë kur ka problematika tregu, blisë në shumë raste të inovacionit ka qenë vetë shtetet. Në rastin e Anglisë ka qenë me AstraZeneca që bëri partneritet me Universitetin e Oxfordit, që ishte funding i qeverisë britanike që arritën aq shpejt në vaksinë, pastaj projekte ndaja si NASA që domethënë nëpërmjet le të themi investime ndaja të shtetit arritën spillovers të tjera që arritën teknologji të tjera që nga GPS-i ose që nga krijimi i internetit e tjera që ishte një projekt i DARPA-s mos gaboj në Angli, kështu që normalisht jo vetëm shtetet e le të themi zhvilluara si shtetet e perëndimit, por edhe Shqipëria e cila e ka rritur le të themi dhe buxhetin për startupet në vitet e fundit, po synon të bëj. Dua ndalem pak dhe tek jo mentaliteti, por të rinë shqiptar që po synojnë të dalin jashtë Shqipërisë, domethënë, cilat pengesat që ke hasur më tepër në kushtet kur nga një startup, nga një supermarket shqiptar ke tash një supermarket shqiptar në Amerikë, domethënë, edhe cili është avantazhi se gabimi më i madh që shef tek ta të rinjt, që po mundohen të bëjnë një kompani rajonale globale. Okej, tani shiko, se rajonale globale ti je shiri shqiptar të krijosh një kompani rajonale globale është shumë më e vështirë. Sakrificë e madhe, me thënë drejtën. Nuk e bën dot thjesht për shkakun të vish direkt për shkollë dhe marrim rastin tim. Pra unë vajta për shkollë. Dakor, po ju e keni deri në një far pike, keni arritur të jeni suksesshëm në këtë rast, them, kështu që nuk është asgjë e pamundur. Të marrim rastin tim për shkakun. Normalisht unë vajta për master, pra nuk vajta për bachelor, edhe kisha një eksperiencë, me thënë 3-4 vjeçare me një startup. Pra unë vajta atje edhe ishte startupi im i dytë me një eksperiencë disa vjeçare. Por, do me thënë, unë kam pasur shumë raste që kam qenë afër dështimit edhe mund ta kisha lënë. Për shembull, siç thash, ne në vitin tonë të dytë kishim investuar $1 milion edhe ja kishim fut komplet kot. Pra e kishim kapur modelin e biznesit nga një kënd komplet i gabuar. Do me thënë, shumë Go Teacher sot, që ta shpjegojmë edhe pak ndoshta për dëgjues se çfarë bën Go Teacher. Tani shkollat në Amerikë i pajisin të gjithë fëmijët e tyre, nxënësit, me laptop, me tableta ose me laptop. Pra, edhe ka një gjë tjetër që është e veçantë. Pra, në Shqipëri ne normalisht, nga që jemi dhe shteti i vogël, kemi Ministrinë e Arsimit që menaxhon fondet për gjithë arsimin. Kurse në Amerikë funksionon pak më shumë si bashkitë. Secili qytet menaxhon fondet për shkollat e tyre. Okay. Quhen distrikte shkollore. Tani, distrikti shkollor i Bostonit ka 60.000 fëmijë. Por distrikti shkollor për shembull i një qyteti për shembull Westwood mund të ketë 2.000 fëmijë. Tani imagjino sa e vështirë mund të jetë për këto qytetet të menaxhojnë 50.000 laptop që i japin fëmijëve, ose në rastin e këtij qyteti të vogël edhe 2.000 laptop, sepse në momentin që ti i jep një fëmijë një laptop, ti mban shumë përgjegjësi. Sepse para punës këta fëmijët mund të përdorin laptopin në mënyrë të rrezikshme, mund të hyjnë në përfaqe që s'duhet hyjnë. Plus që ka dhe raste për shkakun që fëmijët përdorin laptopin e shkollës për të bërë kërkim edhe pastaj shkojnë bëjnë një krim. Pra, shkollat në Amerikë kanë shumë vështirësi të menaxhojnë laptopët mbasi japin fëmijëve, kështu që duhen disa lloj platformash që i menaxhon të gjithë laptopët në rrjet. Ne kështu bëjmë, domethënë ne nuk është se bëjmë bllokim faqesh, sepse ka kompani të specializuar që bëjnë bllokimin e faqeve, për shkakun që një fëmijë mos të shkojë në një faqe që s'duhet të shkojë. Kurse neve kemi kapur një kënd pak më ndryshe. Neve bëjmë analizë financiare sepse edhe një vizioni im është që dua të kuptoj impaktin e teknologjisë në rezultatet e arsimit. Pra, produkti im i parë është që shkollat më thonë mua për shembull që ne po shpenzojmë në teknologji digjitale, po shpenzojmë rreth $200. Tani, këto $200 i kemi shpenzuar në këto 20 platforma. Çfarë bën platforma ime? I mat sapo përdorin këto platforma. Edhe i them atyre për shembull që shiko, nga këto 20 platforma që ti ke bler, këto 5 as nuk po përdoren fare. Kështu që skep se i paguan kot. Pra, ne i ndihmojmë shkollat
që të kursejnë lek për produkte që s'po i përdorin. Është si shtesë, pra si plugin, si Po. në formën e një Po, është një browser extension. Po. Që kap aktivitetin e browserit edhe i thotë, ora ky laptop s'është fut kurrë te faqja për shembull Khan Academy. Mos investo kot lekët aty. Edhe gjëja e dytë që ne bëjmë është data privacy. Pra, në momentin që një fëmijë shkon dhe bën atë, ke pasur ai butonin sign in with Google? Po. Ai butoni sign in with Google nuk është thjesht login. Është, si më thënë, autorizim transferimit të dhënash. Po, se të pyesin. Do të japësh disa. Po, plus që të pyesin, nuk të pyesin, për shembull, në ca raste të pyesin për shembull do ja japësh emailin, po ka dhe raste që thon a do japësh akses në Google Drive. Okay. Pra një fëmijë për shembull duke mos e ditur shkon në një faqe dhe jep akses gjithë Google Drive. Shko, dhe ne që jemi në një moshë, pakën e dim çfarë janë dhe terms and conditions nuk i lexojmë deri në fund, ne kemi koshient në shumicën e rasteve. Normalisht, kështu që ne në fakt jemi platforma më specializuar te kjo gjë e dytë, data privacy. Mos them që jemi e vetmja. Neve tani në momentin që njerëzit futen dhe bëjnë login, neve i lexojmë termat këtyre platformave të tjera dhe alarmojmë shkollën që shiko, ti ke 1500 platforma të lidhura. Edhe nëpërmjet platformës tonë, edhe mund ta heqësh aksesin. Pra është një produkt që i menaxhon, domethënë, në gjithë, edhe i ndihmon shkollat të menaxhojnë shumë laptope dhe shumë fëmijë. Kjo është pak a shumë çfarë bëjmë ne. Tani neve e menduam gabim pasi në fillim nuk e menduam sepse normalisht tani unë e di, po kjo është një platformë që nuk mund të japësh aksesin mësuesve. Kjo është një platformë që du të japësh aksesin, si më thënë, në nivele shumë të larta administrative të një qyteti. Sepse kush i menaxhon fondet e një qyteti? Vërtet është CFO-ja. CFO-ja që Ose po, pra kjo është një platformë që duhet është një platformë në nivel administrativ, po. Kurse Go Teacher dhe nga emri Go Teacher i mendova që do ishte një platformë që e përdorin më shumë mësuesit për të menaxhuar fëmijët e tyre. Pra, e nisëm si më thënë, është një stres tjetër menaxhimi aty, që ato menaxhonin. Po. Pra mbas 2 vitesh, domethënë, unë kisha shpenzuar $1 milion fonde private, nga të ishin njerëz që unë i njihja. Pra, si më thënë, vitet ty të marr fonde nga ty, unë ndjesha sikur i kisha zhgënjur investitorët e mi. Pra, kur dua të them që s'është e thjesht, ka shumë njerëz si në atë pikë dhe të rënd pastaj, përgjegjësi të lartë. Edhe ka shumë njerëz si në atë rast, për shembull, po thon, hajde vare, po kthehem sepse I double down on it. Mora edhe më shumë fonde të tjera për të dalë nga situata dhe tani shqyr jemi me fitim. Po nuk ka qenë fare thjesht, domethënë. Kështu që është mentaliteti sipërmarrësit, le të themi që normalisht do kesh pengesa gjatë rrugës, po fakti që ti, siç e the edhe vet, double down në këtë rast, thjesht për të arritur te ajo pika ku do arrijë atë zgjidhjen optimale, tregon edhe për mentalitetin ose të paktën për rrezikshmërinë që duhet marrë një personazh ose një person që merret me sipërmarrje. E ke menduar ndonjëherë ta lidhësh Go Teacherin ose normalisht funksionon në Amerikë, por ndërlidhet, le të themi, duke marrë parasysh dhe iniciativat qeverisë shqiptare për digitalizimin, për AI-n, tashmë është diella, digitalizimi shërbime publike, si mund të aplikohet në, le të themi, fushën e arsimit tu dhe si do dukej arsimi ose si do dukej arsimi, le të themi, për një person që hyn sot në klasën e parë dhe në 2038 do të mbaroj maturën, le të themi, gjimnazin. Po. Nuk mendoj që Go Teacheri mund të implementohet ndonjëherë në Shqipëri dhe ndoshta në Europë, sepse mentaliteti është komplet ndryshe. Okej. Amerika mund të jetë nga të vetmit vende që të lejon ty të aksesosh të dhënat për shkak çfarë bën fëmia, që dhe ti mbrosh, sepse Amerika dhe amerikanët kanë një virtyt që unë nuk e kam parë ndonjëherë për shkak në një shtet tjetër. Amerikanët kanë një gjë që quhet besim. Neve në Shqipëri nuk kemi besim. Ne kemi nivelet më të ulta besimit e njëri tjetrit, dhe këto janë statistikat që kishte nxjerrë Eurostati, mos gaboj, me një edhe për shkak si vend postkomunist normalisht. Po. Pra kjo është një pengesë shumë e madhe që Go Teacheri të vinë në Europë edhe në Shqipëri, sepse tani në Amerikë ti kur shkon aty, edhe unë si më thën, mbas gjithë këtij prezantimi që bëj edhe domethënë ty nuk në Amerikë kur i them që do mbrojmë të dhënat personale të fëmijëve, edhe do ju kursejmë lek, ata automatikisht e besojnë këtë që po i them unë. Nuk është se e mendojnë që ore ky po na gënjen neve ose ç'do të bëj ky me të dhënat tona. Kurse për shembull në Shqipëri është pak sensitive, domethënë thotë ore prit njerëz se ne tani këtij po japim akses në për të dhëna, pra megjithatë ka ligje të forta dhe Europa dhe Shqipëria, si GDPR-i përsi përket mbrojtjes së dhënave. Ka ligje, po është kjo çështje e besimit. Nëse për shembull me vërtet domethënë do na besojnë në këtë punë, patjetër që ne mund ta bëjmë këtë shumë mirë. Por unë
mendoj që në Europë është pak qasja më ndryshe. Amerika është i vetmi vend në botë, unë s'po them që kjo është gjë e mirë. Okay. Po Amerika është nga të vetmit vend për shembull që ti që në moshë 21 vjeç mund të hapësh startup armësh. Nuk po them që është gjë e mirë të hapësh startup armësh, po është thjesht mentaliteti, thonë që e marrin të mirëqen derisa ti vërtetosh të kundërtën që ti ke qëllime të mira. Domethënë që ti këtë gjë po e bën me qëllime të mira. Kurse mendoj në Europë ne jemi pak më skeptik dhe themi që pritet njëra se ky 21 vjeçar çdo bëj me startup për shembull që ka të dhëna kaq sensitive. Edhe kjo gjë mendoj që por akademi.al normalisht nëse do bëja diçka në Shqipëri do ta bëja nëpërmjet akademi.al-s. Edhe unë për shembull si e shikoj të ardhmen e arsimit është patjetër që çdo fëmijë të ketë një ChatGPT, sepse po ndodh. Nuk mendoj që ka shumë fëmijë për shembull që kanë akses nëpër laptop edhe mos të jenë përdorues të ChatGPT-s. Të gjithë fëmijët po e përdoren. Kështu që unë e shikoj arsimin që secili fëmijë do ketë një personal tutor, pra një mësues privat nëpërmjet AI-t. Për momentin po përdoret për të anashkaluar mësimin. Okay, po e përdorin si asistent tani. Për momentin po e përdorin për t'ia bërë detyrat, por unë mendoj që potenciali që të bashkëpunosh me një AI për të mësuar është super i madh. Tani sa shpejt mund të vijë kjo gjë në Shqipëri nuk e di, sepse neve normalisht duhet të pajisim fëmijët njëherë me laptop ose me tableta para se t'i japim teknologjinë, se si do e aksesojnë ata. Do e aksesojnë me telefon. Por unë 100% mendoj që kjo do jetë ardha e arsimit, që çdo fëmijë të ketë një mësues privat AI që nuk ja thot përgjigjen, por i push që ta mësojnë. Mos gaboj Dan, mbaj mend një prezantim në 2024, mos gaboj, keni bërë për një mësues virtual Alda, nuk e mbaj mend mirë, që ka qenë le të themi asistent e akademi.al apo jo. Në çfarë faze është apo është diçka që është zhvilluar apo diçka që është nuk është zhvilluar, domethënë normalisht. Shikoj, unë kur jam shkëputur nga Shqipëria, mora një vendim që të lija një kompani që kishte goxha të ardhura, domethënë normalisht ishin grante donatorësh, por kishte të ardhura. Domethënë ne punonim me UNICEF-in, ne punonim me ambasadën suedeze, punonim me ambasadën holandeze për një kompani që merret me arsimin. Kjo është ajka e klientëve. Domethënë ti kur punon me institucione kaq të fuqishme është shumë arritje e madhe. Por unë kur ika në Amerikë e lash këtë për diçka me impakt më global. Kështu që unë e dija që kur t'ika në Amerikë, akademi.al do ngelesha pak mbrapa. Kështu që nëse unë do isha në Shqipëri do isha bërë AIDA, unë nuk e di. Por normalisht duhet ta pushësh një gjë që të ndodhi. Nëse unë do isha këtu duke pushë AIDën për ditë, ti thoya ministrisë, do e bëjmë, normalisht mund të kisha vetëm mund të ishe bërë. Por normalisht edhe unë domethënë nuk është se i pusha shumë, edhe ata nuk është se ndoshta më pushën shumë, kështu që u la si gjë, por është shumë e thjeshtë për ta realizuar. Tani është a aksesojnë të fëmijët, nuk e di si mund ta aksesojnë se s'kan tableta, por që akademi.al-s që ka 25.000 content, ti shtosh një layer AI që të ndihmon të zgjedhësh contentin nga ana e zhvillimit është shumë e thjeshtë. Po kërkon sfidë gjigande që ta integrosh në kurrikulin shkollore, duke filluar që nga si do i aksesojnë fëmijët, te si do i trajnojnë mësuesit që të thonë fëmijët ta aksesojnë. Pra ka shumë sfida. Dan, për ta përmbyllur, nëse do ishe sërish le të themi në moshën që sa ke mbaruar universitetin, bachelorin, çfarë do ndryshoj? Çfarë do bëj ndryshe dhe ndoshta në një këshill për ata sipërmarrësit e rinj që sot le të themi kanë idenë, duan të aplikojnë për grant, startup grant Albania, duan të aplikojnë, nuk e din, për grante të ndryshme me donator ose me le të themi privat, çfarë këshillë do jepi dhe ndoshta çfarë do ndryshoje po të theshe pas? Po, tani në qoftë se shiko, se ka dy mënyra mendoj unë. Shiko si e mendoj unë punën e startupeve. Ke parasysh që thon për teknologjinë që është një seri me njisha dhe zero? Kështu është edhe pak a shumë dhe startupet. Për shembull, ti çdo ditë çohesh mëngjes merr vendim. Për shembull, çfarë do bëj unë sot? Domethënë sa vendime mund të marrësh në ditë? 10-15 të rëndësishme. Domethënë, normalisht kur rritesh merr më pak vendime. Tani startupi është një mori vendimesh. Ke vendime të mira, ke vendime të këqija për ditë, derisa, si më thon, t'ja dalësh. Ose ti do marrësh vendime të mira gjithkohës, që nuk ka lidhje me zgjuarsinë, është gjitha fat. Domethënë, ose ti do jesh një person shumë e fat, ose duhet të jesh një person që kur të jesh duke marrë vendime të këqija, ta kuptosh që po merr vendime të këqija, edhe
të fillosh të marrësh vendime të mira. Kështu që në qoftë se për shembull ti do të hapësh një supermarket, normalisht duhet të kesh një mentor. Është gjë më bazike. Në qoftë se ti je një person për shembull që mentori të thotë, "Ore, po ja fut kot." Edhe ti bëhesh e merr për personale, po thuj, domethënë, mua për shembull mentori im është një profesor në Harvard. Ai, sepse normalisht ti thua që ti po e bën këtë gjë keq, automatikisht futesh defensiv, bëhesh defensiv edhe nuk e dëgjon që vendimi jot është i keq, e dëgjon ti je i keq. Pra, normalisht kjo është një gjë që duhet të eliminohet. Pra, një supermarket i mirë është një supermarket për shkakun që dëgjon feedback, sepse kokforcia e shkatron një kompani. Sepse ti thua, unë kam darë mendjen kjo do heci, është ideja ime do heci kështu, por jo, do heci siç mendon klienti. Kështu që kjo është një nga advice-et e mia më të mëdha. Për shembull, nëse ti gjen dikë, e ke fatin të gjesh dikë që të flet të vërtetën edhe të ndihmon në rrugën e startupit, sidomos po ti edhe një supermarket që ka bër, edhe ndjen që ti po bëhesh defensive, ndryshoje atë lloj, si më thënë, qasje, sepse nuk mund ta bësh me kokforci, do e bësh vetëm me adaptim. Adaptim derisa të shkosh te vendi i dur dhe, si më thënë, nuk është për të gjithë fare. Është, si më thënë, ja po I thoj edhe, si më thënë, familjes time që jam në një pikë, domethënë që nëse jam në laptop duke punuar, nuk ndjej kënaqësi. Kështu që normalisht do të bëj dhe një person që nuk do të kesh mënyrë për qefe. Pra, është ngjan bukur e kështu, po nuk është për të gjithë, edhe të ndryshon edhe të bën dhe një person që normalisht nuk gjen dot më kënaqësi unless po të ecën kompania mirë. Dan, shumë faleminderit që ndave eksperiencën tënde, është shumë e rëndësishme, domethënë e gjithë njohuria që ke shpërndar, po edhe i gjithë rrugtimi që ke ndjekur dhe I gjithë kontributi publik duhet ta theksoj nëpërmjet Akademi.al. Kështu që faleminderit që ishe pjesë e episodit Startup Albania. Shumë faleminderit për ftesën. Sukses edhe juve.